Dasma shqiptare 2017 paraqet. Përshëndetje të gjithëve. Unë që po ju flas, jam 60 vjeç. Jam burr fshati, jetoj me djersën e ballit dhe shoh punën time. Por, që nga vitet 90, kam një shok të vjetër. Ai eci shumë, u fut në politik, u bë deputet, bëri lek pa fund dhe bleu shtëpi në mes të qytetit. Megjithatë, ai e kishte qef shumë fshatin. Sa herë kishte stres, më merrte në telefon. Bëje gati atë zgarën o mik, sepse jemi nisur të vim, më thoshte ai. Unë bëja gjithçka gati. Piqja qenxhin e hell, nxirrja djath deleje që e bënim vet dhe shtrydhja lën kshege të freskët. Por kohët e fundit, ai nuk vinte më vetëm. Filloi të merrte dhe gruan e tij. Ajo ishte mbi 50 vjeçe, po ishte nga ato gratë e mbajtura mirë. Gruaja e deputetit u bë shumë shoqe me gruan time. Rrinin e bënin muhabet në obor, ndërsa deputeti as nuk e kishte mendjen tek ajo. Ai rrinte gjithë darkën me telefon e vesh. Shante, bërtiste për punë të nderësh dhe për punë partish. Unë e shikoja gruan e deputetit që rrinte e mendueshme. E një natë i thash deputetit fiks në sy. O mik, mbaje pak atë telefonin e xhep. Lumë si ti, çfarë gruaje zonjë që ke. Shikoje si rri aty si lule, e ti flet tërkohes me njerëz të ndryshëm. Deputeti qeshi me zë të lartë, me një të qeshur ironike. Tha, e ka në trezi ajo, si mungon asgjë. Por, gruas së deputetit nuk i mungonin lekët. Asaj i mungon të vëmendja. Një natë tjetër, gruaja ime dhe deputeti kishin hyrë brenda në shtëpi, kurse unë po rrotulloja qenxhin e hell. Gruaja e deputetit u ofruan ngadalë pranë zjarrit. Me solli mua në shtëpinë time një gotë me lëng kshege. Të lumshin duart, me tha ajo. Nuk lodhesh duke e rrotulluar atë qenxhin e hell gjithkohes. Unë kam shumë dërim dhe një punë që e dua i përkushtohem gjithnjë e jap vëmendje tërkohes, i thashon, duke e marrë gotën. Kur ma dha gotën, nuk më lëshonte nga dora e saj dhe më shikonte në sy. Në një moment daloj aty pa nga zjarri dhe më tha me zë shumë të ulët. Nuk e di çfarë shoqërie ke ti me burrin tim, por unë e di një gjë, që burri im nuk di as të ndez një shkrepse. E lëre më që të pjek një qenx apo të ndez një zjarr, më tha ajo. Më shikonte në sy dhe me buzëqeshte, me një buzëqeshje që unë mendoja se ishte miqësore, dhe u larguan ngadalë. E aty e kuptova që kjo grua kishte një nevojë të madhe për diçka më ndryshe. Kaluan ca javë dhe ishte një ditë pushimi ku unë po kositja barin e oborrit me atë makinën time të vogël. I dhash një orë, po pastaj makina mu ndal. I kishte mbaruar benzina. Mora një bidon plastik dhe shkova në këmbë deri tek pika e karburantit që e kemi në anë të rrugës kryesore të fshatit. Isha bër pak pes, kisha duart me barë dhe me vaj. Kisha dhe një bluzë pambuku që po me fuste nxehtin. Po prisja të mbushej bidoni, kur mbrapa meje frenon një makinë e madhe dhe e zezë. Hapi xhamin dhe ishte ajo, gruaja e deputetit. Kishte vënë ca syze dielli, mezi që e njoha. Pse ka që lodhur, si jam mësuar të shoh kështu, me tha ajo, duke nxjerr kokën nga dritarja.
I thash po marr pak karburant për kositsen, duke u ofruar tek dritarja e makinës së saj dhe futa pak kokën brenda. Po ti, çfarë po bën këtej? I thash asaj. Ajo fiku makinën e isha nisur të vija tek shtëpia juaj, me tha ajo. Thash të pija një kafe me gruan tënde, sepse kanë kaluar sa javë që s'kam ardhur, me tha gruaja e deputetit. Nuk dija çfarë t'i thoja, sepse në të vërtet doja që të vinte. Fshiva duar tek pantallonat, e pash në sy, në fakt në dritë të syrit, dhe i thash, gruan nuk e kam në shtëpi sot, ka shkuar tek familja e saj. Do të rinja 2 ditë atje. Por edhe ajo ishte një që çfarë t'ju them. I hoqi syzet që të më shikonte edhe ajo në sy, e me pa nga kokat të këmbet. Ma bëri me sy. Aq me mirë që qenë ke vetëm, me tha ajo, me atë zërin e saj të ulët që ma rënqeth të mishin. E shikova dhe si flisja. A të vi apo jo, me tha përsëri. S'kishte nevojë më as për shpjegime, as për fjalë të mëdha. Kuptohej gjithçka. Eja, i tha shkurt. U ktheva në shtëpi dhe fiks 5 minuta me vonë, ajo futi makinën në oborrin tim, saktësisht pas shtëpisë sime, që mos ja shihte kush as makinën. Zbriti poshtë, e kishte veshur një palë pantallona të zeza dhe një këmishë të zezë, dhe ishte bërë si një panter. Obori ishte i qetë, s'kisha as kënd aty, dhe fatmirësisht as komshinjtë e mi se kishin zgjatur kokën që t'na shihte se kush vinte tek unë, ashtu siç e kishin zakon sa herë që dëgjonin deri në oborit teksa hapej. Por unë me duhet që të sigurohesha edhe një herë, e mos të kuritesha që t'aftoja brenda direkt. E u ofrova pranë saj e i thash, po marr 2 karrige e po uli me këtu në balkon. Ta bëj unë një kafe shpejt e shpejt, i thash. Doja që ajo të më thoshte, dua që të hym brenda. Teksa po nisesha, kinse për të bërë kafet, ajo ngriti dorën dhe me kapi për krahu. Shikoj një hen nga rruga kryesore që dukej pak nga larg. Jo, më tha, këtu na shen do kush, kalon dikush, e pse të hapim fjalë. Eja futemi brenda. Dëgjoni këtu burra, aty u nda muhabeti. Kur një grua deputeti vjen tek shtëpia jote, kur je vetëm dhe të kërkon të futesh brenda për të fshehur, e din shumë mirë se çfarë do. E hapa derën e shtëpisë dhe futem në korridorin tim. Ishte një korridor mjaft i ngushtë, por i freskët, e ta kam shtruar me ca pllakat e ftohta që i kisha vënë vite më parë, por që atë ditë më shërbyen më shumë se kur. Sa po unë mbylla derën, ajo i dha çelës, e nuk i thash as urdhëro. Këtë herë nuk pati as një shikim sy me sy. Por kur ajo e lëshoi çantën e saj në tokë, me kapin ngadalë për jakët e bluzës sime, me ofroi pranë vetes dhe filloi të me puthte çapkënia. Ishte një puthje që çfarë t'ju them. Një puthje siç puthin gratë e deputetëve. Një puthje e rëndë, e plot dëshirë të akumuluar nga ai mos respekt që i bënte burri i saj. Filluam të putheshim gjithnjë më shpejt, e të etur për atë moment fshehtësie. Pa shkëputur puthjen, për të fshehur sa më shumë nga dritaret e për ta ndjer atë moment jashtë realitetit, ajo ul ngadalë në gjonjë duke më tërhequr edhe mua, dhe ushtrim fiks aty në mes të korridorit mbi ato pllakat e ftohta. Trupi i saj ishte pranë timit. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjeni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjeni subscribe.